Kryeministri Kristian Mickoski me deklaratën që provimi i jurisprudencës mund të jepet edhe në gjuhën shqipe pasi këtë e lejon ligji për përdorimin e gjuhëve. I zuri në opozicion jashtëloje partitë shqiptare, të cilat grindeshin me akuza pasi Ministria e Drejtësisë ju përgjigj negativisht peticionit të studentëve shqiptar. Para se Mickoski t'i jepte dritë jeshile provimit në Shqip, zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali i gjeti defekt ligjit, duke akuzuar Ministrinë e Drejtësisë se nuk është e gatshme ta respektojë kushtetutën. Ka një defekt në ligjin, i cili nuk ka precizuar gjuhën në të cilën duhet të jepet provimi i jurisprudencës dhe këtë defekt do të mundohemi ne tash ta përmirësojmë apo ta precizojmë. Megjithatë, menjëherë pas deklaratës së Mickoskit, Sali harroi defektin në ligj dhe vrapoi për të marrë meritat se ka zgjidhur çështjen, duke publikuar një fotografi me mbishkrimin: "Provimi i jurisprudencës do të jetë edhe në gjuhën shqipe." I menjëhershëm ishte edhe reagimi i opozitës. Bujar Osmani kërkoi që ministri i Drejtësisë të jap dorëheqje, ndërsa përfaqësuesve të Vlenit u rekomandoi të zhduken për një kohë. Megjithatë, Mickoski bëri të qartë se kjo e drejtë shqiptarëve u takon në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili praktikisht është në fuqi prej vitit 2019, që do të thotë se deri në vitin 2024 BDI kishte pasur kohë 5 vite për ta realizuar. Megjithatë, nuk e ka bërë dhe vetëm pasi doli në opozit u kujtua të dorëzojnë ndryshime ligjore në kuvent. Ndërkohë, në mbi 2 dekada pushtet, BDI kishte edhe 6 ministra zëvendës ministra të drejtësisë, të cilët nuk u kujtuan që studentëve shqiptar t'u lejojnë ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.